إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë Allahut fuqiplot, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ka uzon Allahu xhaleshanuhu në rrugë të drejtë, s'ka kush që poshtë atë njeri dhe ka lënë humbje pas që me vetë dëshirën e Tij. Ai njeri përcaktohet për humbje, s'ka kush që uzon. Dëshmojmë deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe mbi të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi në ditën më të mirë që Allahu ka zgjedhur për neve, e që është dita e Xumah, dita më e bereqetshme prej ditëve që Allahu I ka krijuar. Është dita kur Allahu e krijoi Ademin alayhis salam, është dita kur vdiq Ademi alayhis salam, është edhe dita kur I ngjallëm ditën e gjykimit, është dita kur ndodh dhe dita e Kiametit, domthonjë dita e Xumah. Për këtë ditë na duhet ta shtojmë salavatin apo përshëndetjet tona për më të zgjedhën e njerëzimit pejgamberin ton Muhammed alayhis salam. Muhammed alayhis salam si I dërguar I Allahut na thot një fjalë të madhe. Të gjithë njerëzit do të hyjnë në xhenet me përjashtim të atyre që nuk dojnë. E ka thonë një fjalë të madhe, të gjithë do të hyjnë në xhenet në parajsën e Allahut fuqiplot me përjashtim të atyre që nuk dojnë. Dërsa sot nuk do të flasëm për ata të cilët nuk dojnë, po do të flasëm për ata të cilët dojnë me hyjnë në xhenet. Do të flasëm për disa kategori të cilët me këmbgulje e kanë shfrytzuar vetën e tyre, familjen e tyre, pasurinë e tyre, me qëllim që ta fitojnë xhenetin e Allahut. Për arsye se rruga për me fituar xhenetin është e lehtë, po kjo lehtësi ndërlidhet me ata që dojnë. E për ata që nuk dojnë, ka tjetër vend, ka vend tjetër të ndëshkimit e që është xhenemi puna që prej Allahu na thret dhe thot: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Thot ngutuni tek mëshira rahmeti I Allahut, thot ngutuni tek xheneti I Allahut, që gjerësia të cilit është thot Allahu sa tokë e qielli, e që është përgatitur për të devotshmit. Rruga e cila na çon drejt xhenetit është e lehtë për ata që dojnë gjithherë. E për ata që s'dojnë nuk është e lehtë për ta. Allahu fuqiplot na ka obliguar me disa obligime. Allahu fuqiplot na ka ngarkuar me disa obligime. Nëse I kryejmë ato që duhet të fitojmë xhenetin e Allahut. Allahu na ka ndaluar prej disa ndalesave që duhet gjithsesi të ndalohemi nëse dojmë me fituar xhenetin e Allahut. Kushti I parë për me fituar xhenetin e Allahut është me I kryer farzet e Allahut. Nuk ka fitim të xhenetit Allahut pa I kryer farzet e Zotit. Nuk ka fitim të xhenetit të Zotit pa u larguar prej gjunaheve të mëdha. Pa I fal kot, pas kohë Allah na ka obliguar. Për arsye se vjen një sahabi e pyet pejgamberin alayhis salam dhe I thot: "Idha salaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'a hal adkhulu al-jannah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Naam." Erdhi një sahabi e pyeti pejgamberin alayhis salam, dëshironte që ta di se çfarë forme me fituar xhenetin e Allahut. E pe I përgjigjet pejgamberi I Zotit dhe pe I thot: I tha ja Rasulullah, nëse I fali 5 kohë të nditjet, nëse largohem prej harameve, e agjerej Ramazanin, I kryej të gjitha obligimet me cilat Allah më ka ngarkuar, apo më hyn në xhenet? Që çdo njeri duhet ja bëj vetvetes tij pyetjen, me çdo punë që unë I veproj, me çdo obligime që unë pe I kryej ndaj Zotit tem, me çdo adhurim
me qëtë namaz, me qëtë përkushtim, për din, për hitë Allahut, e fitoj gjenetin. Shpesher duhet me pyet vetë vetën tonë, se cili prej nesh, me punën teme, me angazhimin tem, a jam drejt gjenetit u shkua për dikuj tjetër. Edhe ky sahabi po don me interesue, sa është prej banorëve të gjenetit, apo bëhet prej pjesëtarëve të gjenetit, e pyet pejgamberin Allah dhe pe i thot, ja Rasul Allah, a hyn në gjenet nëse i bëj qëto punë. Edhe në fund pe i thot pejgamberi alayhis salam, nëse i kryen këtë punë, thot vallahi do të hysh në gjenet. E letë, 5 vaktet me i falë, mu largu prej harameve, gjunaheve, me agjeru Ramazanin, me dhonë zeqatin, me krye haqin nëse kije mundësi, me respektu prind të tu, me mbat lidhjen e farefisit gjakut tën, me ndihmu të varfërit, me i dalë ndihmë atina që ka nevoj, e letë është për ato, me që të fitojmë gjenetin, me emën të Allahut. Për ata sahabit shokët e pejgamberit alayhis salam, i kanë shumë të kujdesshëm me i ditë punët të cilat qojnë në gjenet. Një ditë po vjen një sahabit e pejgamberit alayhis salam dhe i thot ja Rasulullah. Thot ja Rasulullah, kur do të bëhet të ditë e kiametit, kur do të shkatërrohet këtë gjësi, ndërsa pia parashtron një pyetje pejgamberit alayhis salam pe i thot ma adet të leha, çka ke pregadit për atë ditë? Pe i thot ky sahabi ja Rasulullah, thot dashnin e madhe që e kam ndaj Zotit, edhe dashnin e madhe që e kam ndaj teje, nuk kam pregaditje ma të mirë se sa këto dyja. Pe i thot pejgamberi alayhis salam, e ke qëlluar që ta shte. Domthonjë çdo sahabi e ka ditë dhe ka dëshiruar se çfarë forme të afrohet kënaqësisë të Allahut. Çdo shok i pejgamberit alayhis salam ka deshur që me ditë rrugën më të shkurtë e cila e çon në xhenet. Për ata jo rasisht një ditë pejgamberi alayhis salam ishte një pus, një burim që rrëlte ujë, edhe po thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili e blen këtë pus, këtë burim, thot Allahu ka më garantuar xhenetin. E i pari prej tyre që i dora po e ngriti dorën, ishte Uthmani radiallahu anhu, e bleti atë pos me fitu xhenetin. Një burim që jep të ujë tjerëve, me i shërby tjerëve, për arsye se kanë thonë më i miri është ai njeri i cili është më i miri në veten e tij dhe ju sjell dobi tjerëve. Dhe kësaj ishte Uthmani e bleti atë burim atë krue që krejt muslimanët e Medinës pinin pe atij kronit, ndërsa si shpagimi i asaj e fitoi xhenetin e Allahut. Jo vetëm me kaq Uthmani radiallahu anhu. Pejgamberi alayhis salam një ditë përgatiti një ushtri të tërë dhe thanë ndihmoni këtë ushtri, ndërsa erdhi Uthmani radiallahu anhu krejt pasurinë e tij ose me pasurinë e tij që e kishte e përgatiti një ushtri të tërë, thuhet me 800 deve, me mburoja dhe me shpata, vetëm për hir të Allahut që ta fitoj xhenetin. Pe neve nuk kërkohet me dhonë krejt pasurinë. Pe neve nuk po kërkohet me dhonë edhe shpirtin, po pe neve po kërkohet një namaz i shkurt. Edhe këto nuk po jemi ndoshta në gjendje me krye. Pe neve po kërkohet shumë pak, e pe atyre që e kanë më herët është kërkuar më shumë. Njëjtë, sikur se i kanë pas obligimet ata i kemi edhe na. Nuk janë dallu ata me obligime që mu dallu edhe ne. Po ata janë kanë disa burra njerëz, ashtu që i ka quajt Allahu në Kur'anin familjar, rijalun sadaku ma ahadullah alayh. Thot Allahu i quajn ata burra, sepse nuk është dhe mashkull burr. Nuk është dhe mashkull burr, kësaj Allahu i ka quajt ata të cilët kanë qenë më herët burra për shkak të islamit tyne, për shkak imanit tyne, për shkak adhurimit tyne që ja kanë bërë Allahut. Jo vetëm që ka shpenzuar pasurinë e tyne në rrugë të Zotit, por edhe shpirtin e ka dhënë në rrugë të Zotit. Një sahabi i quajtur me emrin Suad, shok i pejgamberit alayhis salam. Një ditë pejgamberi alayhis salam për rreshton ushtarët e tij për mu ballafaqu me amikun e Allahut. E ky Suad i ka dalë jashta vijës së ushtarëve, ka prish renin, rreshtin. Po shkon pejgamberi alayhis salam dhe po i afrohet afër, edhe peshtyne ka pas një shkop në dorë, edhe peshtyn këtë Suadin. Po i thot ja Rasulullah më lëndove, më vrave. Pastaj për herën e dytë pra pejgamberi alayhis salam po i thot ja Suad rreshtohu, se pra për herën e dytë duhet prej rreshtit. Dhe pra po shkon pejgamberi alayhis salam dhe peshtyn me misvakun e tij, me një shkop të thatë vogël, në barkun e tij,
dhe po hët ja Rasul Allah më vrave, më lëndove. Atër pejgamberi Allahut pe zbulon barkun e tij dhe pe i thot Suvatit, thot hajde mere hakun, hajde mere drejtën tane, për deri sa unë dëmtova ty, hajde mere hakun të une. Çka më bën Suvati, po afrohet afër, pe shtërngan pejgamberin Allahut, pe puthën barkun e tij dhe pe thot një fjalë të madhe. Ja Rasul Allah, së dështë ditë e shahidave që do të bien për hir të Allahut. E desha që trupi jam të jetë i prekur me trupin tënë, për sfund mi herë duke nda prej kësaj dynjaje, që ndoshta trupi yt bëhet mburoj para zjarrit xhenemit, para me ditën e gjykimit. Si njerëz që kanë të cilët e kanë ndeshur Islam, e kanë ndeshur xhenetin, ndërsa Allahu e ka lehtësuar rrugën për ata të cilët e dojnë xhenetin. Për ata dhe na duhet të jemi të atill që mundohemi vazhdimisht me punën tona, me angazhimin ton që ta dojmë xhenetin e Allahut. Vjen një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe i thotë ja Rasulullah, mësoma islamin. Pe jam zën islamin pejgamberi alayhis salam dhe pe i thotë që ta adhurosh Allahun, e dyta thotë që ta falësh namazin 5 kohë, ta agjërosh Ramazanin, ta japësh zakatin, ta kryesh haxhin nëse ke mundësi. Pe i thot ky shoku i pejgamberit ja Rasulullah, vallahi as kam shtu asgjë pe tyne, as kam pakuë pe tyne kur gjë. Ndërsa po atë më fund pejgamberi alayhis salam, nëse ju përmbahet këtyne ose nëse ka thonë të vërtetën, do të hyjnë ditë. Për ata formula shumë e shkurtë. A jam prej atyre që i fali 5 kohët? A jam prej atyre që Allah më ka dhënë pasuni e zakatin? A jam prej atyre që agjëroj Ramazanin? A jam prej atyre që nëse Allah më ka dhënë pasuni e kryej dhe haxhin, që kjo është formula më e shkurtë për me fituar xhenetin. Nëse nuk jemi, duhet më u bë, sepse nuk ka rrugë tjetër te xheneti. Sikurse ky pe i thot pejgamberit, as komë i shtuam më shumë, pas komë i hiq, e në rast domon të hiqjes apo të paksimit nuk ka xhenet. Po në rast domon të kryerjes të obligimit ose në rast se i përpik dhe i kryer me përpikrit plot ki me fituar xhenetin. Për ata po pejgamberi dhe për përfundojmë me thonë e tina në fillim që e filluam të gjithë besimtarët dhe ty në xhenet me përjashtim të atyre që s'dojnë. E unë e folja sot për ata që dojnë, ata që dojnë xhenet më hy, janë ata që t'i kryejnë obligimet me cilat Allah na ka ngarkuar dhe largohen prej haramet me cilat Allah na ka ndaluar. Allah na bëj prej atyre që me të vërtet e dëshirojmë rrugën për xhenet dhe e dojmë xhenetin. E Allahut fuqiplot dhe punojmë për to sa jemi kalimthi në këtë dynja. Allahu na zot na forcot në dinën e tina. Walhamdulillahi rabbil alamin.